Territori i Kosovës për datën 25 maj 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht stabil me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe temperatura të këndshme, ndërsa pasditja mund të sjellë rreshtje të lehta lokale në zonën e Dukajxhinit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:47 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:07 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 25 gradë Celsius. Podujev 13 deri në 23 gradë Celsius. Skënderaj 15 deri në 25 gradë Celsius. Pej 14 deri në 21 gradë Celsius. Prishtinë 14 deri në 25 gradë Celsius. Gjakov 16 deri në 26 gradë Celsius. Malishev 16 deri në 26 gradë Celsius. Gjilan 13 deri në 23 gradë Celsius. Ferizaj 15 deri në 24 gradë Celsius. Kaçanik 13 deri në 22 gradë Celsius. Suharek 15 deri në 26 gradë. Prizren 14 deri në 18 gradë Celsius.